Përshëndetje miq. Mbrëm më ka shkruar një miku im dhe më thot: "E kuptove Arjan, më thot, që nuk ja vlen të sakrifikosh për atë vend, për Shqipërinë e kishte fjalë." Pse I thash unë? Po ja pra. Shikoj tani, 35 vjet politikanë të vjetër që e kanë vjedhur, e kanë shkatruar Shqipërinë dhe populli ynë ndjek akoma Sali Berishën. Ndalova për momentin dhe I thash: "Dëgjoj miku im. Ata që ndjekin Sali Berishën janë njerëz që kanë ngrënë në kohën e Saliut dhe janë të detyruar të dalin. Sepse janë të lidhur me Saliun, siç janë të lidhur të gjithë patronazhistët pas sistemit të Edi Ramës. Prandaj, protestues të vërtetë I thash, janë ata vëllezër e motra që po vinë nga diaspora. Protestues të vërtetë janë ata vëllezër e motra që po lënë punët e tyre dhe me shpenzimet e tyre po vinë në Tiranë të protestojnë, që kanë dalë dhe do dalin më datën 31 I thash. Ata janë protestues që e duan vatanin. Këta të tjerët nuk na përfaqësojnë. Në qoftë se do t'i vinë mend e kokës që Shqipëria po coptohet, atëherë do ta kuptojnë. Po, do jetë shumë vonë për ata. Prandaj edhe një herë, për mua respektin më të madh e ka çdo shqiptar nga diaspora që po le punët e veta dhe po del atje të çajnë në atë sistem sepse e shitën e shkatruan Shqipërinë. Këta lojrat e politikanëve të vjetër, që njeri me fyshek zjarre dhe tjetri me dhunë me policinë për të friksuar popullin shqiptar, nuk pinë me ujë. Prandaj, miq, takohemi më datën 31 atje, përpara kryeministrisë. Ti tregojmë se kush janë shqiptarët e vërtet. Ju përshëndes.